Kryeministri Edi Rama ka ironizuar opozitën se nuk është mirë me shifrat, duke i kujtuar deklaratat e Lulzim Bashës. Rama tha se opozita nuk i bën mirë llogaritje shpenzimeve të buxhetit dhe se gënjen mbi realitetin. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e atij që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush. 7-7-42. Ky konstatim nuk figuron asgjë kundi në asnjë nga fashikujt e një çështje të hetuar thellësisht prej shumë vitesh, ku jo 450, po as 45 nuk duken asgjë kundi. Që do të thotë që gënjeshtrat tuaja të vetëdijshme apo të pavetëdijshme janë me 10 herë mbi realitetin. Sa i përket paqes fiskale, Rama deklaroi se ky projekt ligj do të rrisë më tej bashkimin mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe do të lehtësoj kostot administrative të sipërmarrjeve. Falja e detyrimeve tatimore do të bëhet në 4 forma. Me paqen fiskale, Rama u shpreh se bizneset do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Është e vërtetë. Është një falje e madhe që përmes paqes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyllë të gjitha çështjet e vjetra, duke ushqyer më tepër besimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. I ftoj të gjitha sipërmarrjet të lexojnë me kujdes paketën tonë fiskale dhe t'i referohen faljes detyrimeve tatimore, që do të bëhet në 4 forma. Fshirje e plotë e detyrimeve të papaguara më të vjetra se 10 vite, fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet menjëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje e gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Gjithashtu, kryeministri theksoi se nuk ka ndryshuar qëndrimi i qeverisë se deri në vitin 2029 biznesi i vogël nuk do të paguajë tatim fitimi. Kryeministri u shpreh më tej se Shqipëria ka nivelin më të lartë të biznesit pa TVSH në të gjithë Europën. Jemi sot në një tjetër vit, me një tjetër buxhet dhe me një tjetër paketë fiskale, por mbetemi besnikërisht të pa lëvizshëm nga pozicioni ynë se deri në vitin 2029 biznesi i vogël nuk do të paguaj tatim fitimi. Dhe atyre që flasin për varfëri dhe që flasin për papunësi dhe që flasin për taksa, duhet ju them se Shqipëria ka nivelin më të lartë të biznesit pa TVSH në të gjithë Europën.